Qeveria e Spanjës ka njoftuar heqjen e rreth 53.000 apartamenteve turistike nga regjistri i vetëm i qyrave turistike dhe sezonale, me qëllim që këto njësi të kalojnë në përdorim si banesa të përhershme me qyra. Lajmi u bë ditur nga kryeministri Pedro Sánchez. Ne kemi zbuluar mënyra pa rregullsi në shumë prej këtyre banesave që lëshohen me qyra për pushime apo për dorim turistik. Dhe ajo që do të bëjmë është të heqim 53.000 banesa nga ky regjistër në mënyrë që ato të bëhen banesa të përhershme me qyra për të rinjt dhe familjet në vendin ton, deklaroi Sánchez. Ministria e Strehimit ka kërkuar tashmë nga platformat e akomodimit turistik si Airbnb dhe Booking.com të heqin reklamat për këto apartamente. Sipas Airbnb, që ka pasur disa përplasje me qeverinë spanjolle, rreth 70.000 njoftime të tjera tashmë paraqesin një numër zyrtar regjistrimi, që do të thosë se shumica dërmuese e akomodimeve po e respektojnë këtë kërkesë. Megjithatë, në bashkëpunim me Ministrinë e Strehimit, platforma ka zbuluar se më pak se 10% e regjistrimeve të anuluara në nivel kombëtar janë ende të lidhura me njoftime aktive. Këto njoftime do të shregjistrohen menjëherë sipas burimeve. Andaluzia kryeson listën e rajoneve me më shumë regjistrime apartamentesh turistike të anuluara me 16.740 raste. Pastaj vin Ishujt Kanarie me 8.698 raste, Katalonia me 7.729, Komuniteti i Valencias me 7.449. Ministria e Strehimit nënvizon një situatë të veçantë në komunitetin e Madridit, ku 83% e aplikimeve për regjistrim kanë të bëjnë me qyra të përkohshme, ndërsa vetëm 17% janë paraqitur si qyra turistike.